Urdhëroje familjen tënde të falin namazin dhe duro për faljen e namazit. Allahu i lartësuar ka urdhëruar që të urdhërojmë familjen për faljen e namazit. Namazi ka një pozitë shumë të lartë në fenë tonë. Është shtylla e dytë e Islamit. Është shtylla e fesë, amududdin, siç e ka quajtur profeti në një hadith. Namazi në kohën e vet është vepra më e dashur për Allahun, siç thirrët në një hadith të saktë. Namazi është adhurimi më i mirë, është vepra më e mirë, ibadeti më i mirë. Ne jemi krijuar të adhurojmë Allahun. Ibadeti më i mirë cili është? Falja 5 kohëve të namazit. Atëherë i bie që ne jemi krijuar të falem namaz. Allahu gjithësinë ka krijuar për ne. Ne njerëzit jemi krijuar të falem namaz. Se namazi është ibadet i veçantë. Dhe ai që s'fal namaz nuk kryen detyrën, adhurimin për cilin e ka kriju Allahu i lartësuar, nuk përmbush qëllimin për cilin Allahu e krijoi dhe ja dha gjitha mirësitë, ja krijoi gjitha kushtet, i vui në shërbim gjithësinë. Imagjinoni sa mosmirënjohës është ai që s'fal namaz për Allahun subhanahu wa taala. Namazi është vepra e parë për cilën do na marrë në llogari Allahu i lartësuar ditën e gjykimit. Dalim para Allahut, e para vepër për cilën do të pyetet njeriu është namazi. Nëse namazin e ka falë në rregull, të gjitha veprat do i quhen rregull. Shpëton, bëhet banor i xhenetit. Nëse namazin s'e ka falë në rregull, nuk e ka pas në rregull, atëherë edhe veprat e tjera nuk i quhen rregull. Dhe ky njeriu pastaj rrezikon dënohet. Allahu i ka dhënë besën, i ka dhënë fjalën, kujdo që fal namazin rregullisht ta çon xhenet. Kush nuk e fal namazin rregullisht, nuk e ka këtë premtim të Allahut. Nëse do Allahu e fal, nëse do e dënon. Ata që nuk kujdesen për namazin, ata që nuk kujdesen për kohën e namazit, meritojnë dëshkim të rëndë. Allahu i ka paralajmëruar për humje, dështim, dënim në zjarrin e xhenemit. Fasawfa yalqawna ghayya. Allahu i ka paralajmëruar për mjerim dhe shkatrim ata që e falin namazin, por nuk kujdesen për faljen e namazit. Nuk kujdesen që ta falin namazin siç duhet. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Nëse kjo është dënimi i atyre që nuk kujdesen për namazin, po ata që s'falen fare, Allahu na ruaj. Dënim, shkatrim, mjerim shumë më i madh, nuk e imagjinojmë dot. Do të kujdesim edhe për namazin me xhamat. Allahu ka urdhëruar që durojmë në faljen e namazit, ka thënë: "Wastabir alejha", duro në faljen e namazit. Kështu që durojmë dhe të kujdesemi fort për faljen e namazit me xhamat. Allahu ka urdhëruar në Kur'an që të falim namaz me muslimanët me xhamat. Profeti ka urdhëruar në hadith, i dërguari i Allahut nuk e toleroi një të verbër që dëgjonte ezanin, ta falte namazin në shtëpi, mos vinte me fal me xhamat në xhami. Ka edhe mendime, domthonjë që nuk i kushtojnë shumë rëndësi namazet me xhamat në xhami, nuk e quajnë detyrë, po janë mendime të gabuara. Dhe përpiqen me gjetë interpretime të ndryshme për këto hadithe që urdhrojnë dhe e theksojnë. Mirë, po një urdhër kuranor, një urdhër profetik që përforcohet në shumë hadithe mund të jetë vetëm detyrë. Ajsa profeti dhe sahabët e kanë quajtur lënien e namazit me xhamat një nga veprat e munafikëve. Më thoni, ka mundësi që të mos jetë detyrë një vepër nëse lënia e saj është një nga veprat e munafikëve? Cilësitë e munafikëve s'ka mundësi. Cilësitë e munafikëve janë të këqija. Profeti ka thënë në rastin e shiut, ka thënë: "Wa man qa'ada", pjesë e zanit ka qenë kjo. Fela haraj. Kush nuk vjen me qenë se ka shi, me fal namazin me xhamat, s'ka gjë. Lind pyetja, po nëse nuk ka shi, s'ka arsye, a ka problem apo jo? Ka problem. Vetë kuptohet nga hadithi. Pra, hadith, domethënë, ka raste kur urdhri mund të kalojnë në pëlqyeshmëri, sepse ka argument. Nga ana tjetër, kur një urdhër theksohet me shumë hadithe, duhet të jetë vetëm detyrë. Prandaj namazi me xhamat është një detyrë madhore, një detyrë e rëndësishme. Dhe shikoni profetin, rregullisht namazin me xhamat në xhami. Dhe kjo është përgjigjja më e mirë që mund t'u jepet atyre hoxhallarëve që namazin thonë me xhamat është i pëlqyeshëm, vetë falen xhumon në xhami. Sabahun dhe 5 kohë si falen me xhamat në xhami, ose vin fare rrallë në xhami. Përgjigjja më e mirë. A duhet të ndjekësh shembullin e profetit? A ka thonë Allahu në Kur'an ndiqni shembullin e profetit? Profeti 5 kohët me xhamat rregullisht në xhami. Kjo është shembulli i profetit. Dhe sahabët
vinin rregullisht me fal namazin me xhamat në xhami, ajsa kur ndonjëri prej tyre ishte i smur sillej për krahash dhe vendosin rreth në xhami. Kjo ka treguar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Me ixhma sahabët e kanë quajtur namazin me xhamat në xhami detyrë. Ajsa sahabët, siç thuhet në transmetim, mendonin keq për njëri që nuk e falte namazin me xhamat në xhami. Ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu: "Men sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i as-salawat haythu yunada bihinna." Kush dëshiron që të takohet me Allahun nesër si musliman, le t'i fal 5 namazet me xhamat aty ku thirret ezani në xhami. Fa inna Allaha shara'a li nabiyyikum sunan al-huda wa innahunna min sunan al-huda. Walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallif fi baytihi lataraktum sunnata nabiyyikum. Walau annakum taraktum sunnata nabiyyikum ladalaltum. Allahu i ka caktuar profetit tuaj rrugët e udhëzimit dhe falja e namazit me xhamat është një nga rrugët e udhëzimit. Nëse ju do të linit sunetin e të dërguarit tuaj, do devionit nga rruga e drejtë. Nuk ka musliman që merr abdes mirë në shtëpi, thot Abdullah ibn Mas'ud në vazhdim të thënies së tij, edhe shkon për xhami. Vetëm se për çdo hap Allahu ja jep një të mirë, ja fshin një të keqe dhe e ngrin një grad. Për çdo hap xhami 3 mirësi t'i jep Allahu. Pastaj Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë: "Në kohën tonë nuk merrte pjesë me fal namazin me xhamat vetëm se një njeri që njihej për hipokrit. Ka ndodhur thotë që sillte njeriu për krahas dhe vendosej në rresht. Dhe fal namazin me xhamat në xhami." Këtë thënie të Abdullah ibn Mas'udit e ka sjell Muslimi në Sahihun e tij. Pra është e saktë. Allahu ka urdhëruar për faljen e namazit me xhamat dhe në kushte lufte. Në surën An-Nisa ka përmendur rregullat e faljes namazit me xhamat në kushte lufte, duke urdhëruar për namazin me xhamat, që do të thotë se është shumë i rëndësishëm namazi me xhamat. Nëse në një fshat, në një vend gjenden 3 veta, 3, dhe nuk falen bashkë namazin me xhamat, i mbizotron shejtani, ka thënë profeti në një hadith. Jo vetëm këtu që jemi afër xhamisë, se do të vim me fal namazin me xhamat, po sikur mi fshat në një lagje diku, të jenë 3 musliman, ata du të gjejnë një vend, mlidhen të falë namazin me xhamat, se nëse se bëjnë këto i mbizotron shejtani. Edhe në udhtim nëse jemi, e kemi detyrë thrasim ezanin, bëjmë ikametin, edhe të mlidhen të falë namazin me xhamat. Shkuan një grup djemsh të ri ke profeti, mësuan fen në xhamin e profetit për disa ditë, po ishin shumë praktik, mësonin dhe zbatonin. Edhe vjen koha për të kthyer ke shtëpia të tyre, pa profeti që i kishte marrë mall, ishin 3 ata. Shababetun mutaqaribun, kështu thuhet në hadith. 3 moshatar. Edhe e pa profeti që i kishte marrë malli për familjen, për shku ke shtëpia të tyre. Edhe i pyeti profetit çfarë njerëzish kishin lënë në shtëpi, se profeti familiarizohej me shokët. Edhe i treguan, edhe u tha profeti: "Kthehuni ke shtëpia tuaja, dhe urdhrojini njerëzit e familjes, mësojini ata, pra urdhëroni të falin namaz. To që i keni mësuar këtu, duhet t'u mësoni njerëzit e familjes. Jo se që bëjnë disa të ri, që mësojnë edhe shkojnë në shtëpi, rrezik nuk çohen me fal namaz me xhamat. Nuk kujtohet që një ajet, një hadith, një tregim që e ka mësuar, t'ia mësojnë njerëzit e familjes. Kurse këta të ri shikoni se si i ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Pastaj u tha profeti: "Kur vi koha e namazit, le ta thrasë ezanin njëri për jush dhe le t'u prinë në namaz më i madhi për jush." Se nga që ishin moshatar, kuptohet që ata i kishin mësuar Kur'an njësoj. Edhe prandaj profeti tha: "Le të prinë namaz më i madhi për jush." I urdhroi profeti një të thrasin ezanin, e dyta fal namazin me xhamat dhe t'u printe në namazin me xhamat njëri prej tyre. Dhe u tha profeti: "Wa sallu kama ra'aytumuni usalli." Faleni namazin ashtu siç më keni parë mua duke u falur. Kjo thënie është bazë që duhet me fal profetin, dhe me fal namazin siç e ka fal profeti, sipas formës si e ka fal profeti sallallahu alaihi wasallam. Në hadith e ka sjell Buhariu në Sahihun e tij. Pra Allahu na ka urdhëruar në Kur'an që të urdhërojmë familjen për të fal namazin dhe të durojmë në faljen e namazit. Që një nga çështjet që hyn ke durimi është të durojmë dhe të kujdesemi fort
për faljen e namazit. Kryefamiljari duhet të kujdeset që të gjithë pjesëtarët e familjes falin namazin. Të zgjohen për sapat të gjithë pjesëtarët e familjes. Edhe fëmijët që janë në moshë mjekurie, madje edhe fëmijët që janë mbi 7 vjeç, i kanë mbush 7 e kanë hyrë për 8, me u kujdes si ata të falin namazin. Ky është prind i saktë. Ky është kryefamiljari i saktë, që zbaton urdhrin kuranor. Urdhrojë familjen falin namazin. Dhe kjo familje ku falet namaz, i kushtohet rëndësi namazit, ka hajër, ka marrësi. Ndërsa në qoftë se nuk ka urdhër në familje për të falë namazin, kjo familje ka filluar të degradoj. Nëse një kryefamiljar nuk kujdeset që pjesëtarët e familjes tij rregullisht falin namazin, ka shpërdoruar detyrën. Është po aq i keq sa një mret që nuk zbaton fenë e Zotit dhe shariatin. Është larg zbatimit të urdhrit kuranor. Allahu shpëlbet me të mira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad.